Fortëmturi. Sot kisha jonë na kujton ditën e fundit të kësaj bote dhe gjyqin e madh që do të pasojë me ardhin e dytë të Krishtit në tokë. Nuk ka asnjë dyshim që Isu Krishti, përveç se është Zoti, Perëndia, Çlirimtari dhe Shpëtimtari ynë, është njëkohësisht dhe gjykatësi i gjithë botës. Këtë gjë e pohojmë edhe në simbolin e besimit, duke thënë dhe Isu Krishti, në të cilin besojmë, do të vijë përsëri për të gjykuar të gjallët dhe të vdekurit. Zoti pra, do të vijë përsëri në botë, por nuk do të vijë që të japë dhe të vendosë drejtësi në botë, ashtu siç e mendojmë ne njerëzit, dhe e japim ashtu siç e japim ne drejtësinë. Fragmenti i Ungjillit na ofron të vërtetën e gjyqit të madh me një mënyrë metodike dhe pedagogjike. Në Ungjillin e Johanit e dëgjojmë Krishtin të thotë: "Nuk erdha në botë që të gjykoj botën, por që ta shpëtoj botën. Ai që më hedh poshtë mua dhe që nuk pranon fjalët e mia, ka kush ta gjykojë atë. Fjala që unë fola, ajo do ta gjykojë atë në ditën e fundit." Fjala e Krishtit është shenjë dhe shfaqja e dashurisë hyjnore që bashkon njerëzit me Perëndinë, por edhe njerëzit midis tyre. Nga kjo pikpamje dhe këndvështrim, gjyqi u referohet atyre personave të cilët hedhin poshtë dhe nuk pranojnë fjalën e dashurisë së Krishtit. Prandaj dhe e dëgjojmë Zotin të thotë: "Unë, siç dëgjoj, gjykoj, dhe gjykimi im është i drejtë." Zoti pra dëgjon, do me thënë pranon vendimin tonë. Nga vendimi ynë do të varet dhe gjykimi ynë. Mëkatet tona përbëjnë një vetë gjykim dhe një vetë dënim për ne dhe për njeriu, i cili njeriu mbyll derën dhe refuzon dashurinë e Perëndisë dhe të njerëzve të tjerë. Ky është gjykimi, se drita erdhi në botë, mirë po njerëzit deshën më tepër errësinë se sa dritën. Errësira nuk ekziston vetvetiu. Ekzistojnë vetëm drita e Krishtit, e cila ndriçon çdo njeri që vjen në botë, dhe mëkati, këmbëngulja, egoizmi i njeriu, i cili preferon dhe vendos në mënyrë të lirshme të mbyllë sypër dhe të mos pranojë dritën e Krishtit. Dhe në me këtë mënyrë, ai dënon veten e tij në errësirën e përjetshme të ferit. Është i vërtet fakti se Krishti na do të gjithë njerëzve të pamas. Kjo gjë na tregon edhe një herë thesarin e madh që ne të gjithë mbajmë dhe kemi brenda nesh. Të gjithë njerëzit jemi krijuar sipas shëmbëllesës së Zotit dhe jemi ikona të Perëndisë. Do me thënë, i ngjajmë fytyrës së Zotit. Prandaj dhe Krishti ndjen një gëzim të veçantë kur përpudh veten e tij me një nga vëllezërit e tij të vegjël, do me thënë me njerëzit e përbuzur të kësaj bote. Kur Krishti përgëzon dhe shpërblen ata që i dhan të haj, të pi, të vishen dhe i bën shoqëri në sëmundje dhe në burg, nuk lëvdon vetëm interesimin e këtyre njerëzve, interesimin e tyre human dhe njerëzor, por na shfaq pikërisht kulmin e të vërtetës së shpëtimit ton, që është parajsa. Në momentin kur Zoti kurorizon të bekuarit e atit të tij, ata duken sikur nuk kanë kuptuar veprat e tyre të mira, sepse asnjëherë në jetën e tyre nuk u takuan personalisht me Zotin Krisht. Njeriu që e do Zotin në jetën e tij të përditshme, nuk kryen një punë apo ndonjë vepër të tij personale apo dhe njerëzore. Ai pranon dashurinë e Zotit brenda vetes së tij, e le veten të lirë me qëllim që gjithë qenien e tij ta përçojë veprimi dhe prezenca e Zotit. Dhe kur ka kryer diçka,
përsërit me përultësi fjalët e apostoll Pavlit. Me hirin e Perëndis jam ai që jam. E njëjta gjë, por me kënd negativ, ndodh dhe me ata njerëz të cilët refuzuan dhe i mbyllën derën dashurisë së Krishtit. Në këtë rast, shërbimi, ofrimi dhe sakrifica për njerëzit e tjerë zhndërrohen në dashuri për vetveten, egoizëm, vetpëlqim, interes për vetveten. Kështu egoizmi nuk e lë njeriun të ndjejë nevojën dhe prezencën e njerëzve që e rrethojnë. Prandaj i le ata të uritur, të zhveshur, të etur, të huaj, të braktisur në burgje dhe në sëmundje. Aktualisht dhe në të vërtet, kjo sjellje do të thotë një mohim që i bëhet Krishti nëpërmjet personave të nevojë dhe të përbuzur. Në fragmentin e Ungjillit të sotshëm dëgjojmë Krishtin që këta njerëz të shkojnë në zjarrin e përjetshëm, që është përgatitur për djallin dhe engjëjt e tij. Në thelb, nuk është Krishti ai që i dërgon këta njerëz ose që i dënon këta njerëz me ferrin e përjetshëm. Por më tepër, ata shkojnë në ferrin e përjetshëm sepse vetë zgjodhen dhe vendosën të refuzojnë dashurinë e Perëndisë. Të dashur besimtar, kisha jonë me fragmentin e Ungjillit të sotshëm dhe me gjithë ditën e sotshme, nuk do që të na trembë, as që të na bëjë që t'i kemi frikë emrit, pamjes dhe ardhjes së dytë të Zotit dhe gjykatësit tonë, dhe shpëtimtarit tonë. Sepse fytyra e ëmbël e Krishtit dhe gazmore nuk shkaktojnë në frikën e besimtarit, aq më tepër kur jemi të bindur se ai na do pa mas dhe pa pushim, duke ditur gjithashtu ç'të mira ka bërë ai që nga momenti i lindjes së tij dhe deri në kryqi dhe ngjallja e tij në tokë. Më tepër ti kemi frikë vetes tonë, sepse në fund të fundit secili nga ne do të gjykohet në bazë të veprave të tij, pozitive apo negative qofshin afto. Por do të shpëtojmë ose do të dënohemi nga mungesa apo nga aktivizimi i pendimit, i besimit dhe i mëshirës. Perëndia gjithmonë na do dhe gjithmonë na fal gabimet, shkeljet, paudhësitë dhe mëkatet tona. Ajo që lipset nga ne në këtë moment i jetës sonë, që sot pra, është fakti se duhet të lejmë të lirë zemrën, shpirtin dhe gjithë qenien tonë, që ato t'i hapë hiri i Zotit dhe të vijë dhe të banoj për jetësisht në to Krishti. Kjo mundësohet duke marrë pjesë në misteret e kishës, kryesisht në misteret e pendim rrëfimit dhe të kungimit të vazhdueshëm. Me këtë mënyrë, bëhemi pjesëtar të dashurisë hyjnore dhe të jetës së përjetshme. Gjithashtu, duhet të lypim mëshirën e Zotit, sepse mbi të gjitha, ajo që do të na shpëtojë është mëshira e Zotit. Prandaj, edhe kisha jonë gjithmonë na ngushëllon dhe na jep fuqi dhe guxim, sepse në kishë ne kemi ndërmjetimet e nënës së Zotit dhe të gjithë shinjtorëve, të cilët na rrethojnë padukurish me dashurinë e Krishtit. Na japin shpresë që të kemi mbrojtje të mirë përpara gjykatores së Krishtit dhe t'i afrohemi me guxim fronit të hirit të Perëndisë që të marrim mëshirë dhe në fund të dëgjojmë nga goja e Zotit: "Ejani të bekuarit e Timeti, trashëgoni mbretërinë që u është përgatitur juve, që përpara se të krijohej bota." Këtë mbretëri të Perëndisë, pa fund, pa rajsën pra, fort lumturi dhe etër të shenjtë uroni që të gjithë ne njerëzit, të gjithë besimtarët, të na i dhurojë Perëndia, sepse në fund të fundit, kjo është dëshira e Perëndisë, ky ishte qëllimi që Krishti erdhi në botë, ky është qëllimi që edhe ne kemi ardhur në botë,
që të jetojmë përjetësisht, pafundësisht me Zotin në parajs. Amin.